Sipas një reportazhi të Wall Street Journal, organizata braziliane Primeiro Comando da Capital përfaqëson sot një nga rrjetet kriminale më të fuqishme dhe më të strukturuara në botë, duke u krahasuar me mafiat italiane për shkallën e organizimit dhe me një korporat shumëkombshme për efikasitetin operativ. Grupi u formua në vitet 90 brenda burgjeve të mbipopulluara dhe të dhunshme të shtetit São Paulo, si një bashkim i burgosurve që fillimisht kërkonin kushte minimale jetese si higjiena dhe trajtimi bazë njerëzor nga një organizim mbrojtës brenda burgjeve. PCC u shndërua gradualisht në një strukturë të sofistikuar kriminale, e cila sot numëron rreth 40.000 anëtarë në burgje dhe jashtë tyre, si edhe një rrjet të gjerë bashkëpunëtorësh. Sipas raportit, organizata vepron në afro 30 vende në disa kontinente, duke munguar vetëm në Antarktik. Ky zgjerim i shpejt ndërkombëtar e ka bërë PCC një aktor kyç në trafikun global të kokainës, veçanërisht në linjat që lidhin Amerikën e Jugut me Europën dhe më pas me SBA-t. Një nga elementët më karakteristik të PCC është mënyra e funksionimit. Ndryshe nga kartelet tradicionale të drogës që mbështeten në dhunë të hapur dhe hierarki të fortë, PCC operon me një strukturë më horizontale, ku çdo antar mund të veprojë brenda rregullave të grupit, për sa kohë respekton disiplinën dhe besnikërinë. Kjo e bën organizatën më fleksibël dhe më të vështirë për të goditur nga autoritetet. Antarët e rinj nënshtrohen një kodi të rreptësjellje, ndërsa procesi i pranimit mund të zhvillohet edhe përmes komunikimeve të koduara apo videokonferencave. Grupi shmang vëmendjen e panevojshme dhe sipas hetuesve synon pasuri dhe jo famë, duke reduktuar ekspozimin publik dhe dhunën e panevojshme. Raporti thekson se PCC ka ndërtuar një sistem të gjerë financiar dhe logjistik për të mbështetur trafikun e drogës. Kokaina transportohet nga Kolumbia, Peruja dhe Bolivia përmes Amazonës, më pas kalon drejt brigjeve të Atlantikut dhe prej andej dërgohet në Europë përmes porteve kryesore si Rotterdami, Antwerpi dhe Hamburgu. Këto rrugë janë kthyer në pika strategjike ku janë regjistruar edhe përplasje të dhunshme, vrasje dhe sekuestrime rekord droge. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është mënyra se si PCC pastron fitimet e saj. Sipas Wall Street Journal, parat nga droga kanalizohen përmes një rrjeti të gjerë biznesesh të ligjshme, përfshirë stacione karburanti, kompani ndërtimi, firma financiare, motele, tregti makinash dhe pasuri të paluajtshme. Në disa raste hetimet kanë zbuluar edhe përdorimin e strukturave fetare për pastrim parash përmes krijimit të organizatave që maskohen si kisha. Përveç trafikut të drogës, kjo organizatë është përfshirë edhe në aktivitete të tjera kriminale si minierat ilegale të arit, trafiku i qenieve njerëzore, krimet kibernetike dhe shfrytëzimi i burimeve natyrore në zona të ndryshme të Amerikës së Jugut. Megjithatë, kokaina mbetet burimi kryesor i të ardhurave dhe fuqisë së saj globale. Raporti Wall Street Journal thekson gjithashtu se kjo organizatë ka krijuar lidhje dhe aleanca me grupe të tjera kriminale ndërkombëtare, përfshirë mafian italiane Ndrangheta, Yakuzan japoneze si edhe grupe në Europë dhe Afrikë. Këto bashkëpunime kanë krijuar një rrjet global të trafikut të drogës dhe pastrimit të parave që shtrihet në disa kontinente. Sipas autoriteteve amerikane dhe braziliane, organizata tashmë ka një ndarje amerikane dhe ka depërtuar në disa shtete të SBA-ve, ku individ të lidhur me të janë përfshirë në trafik droge dhe armësh. SBA-t e kanë sankcionuar këtë organizatë në vitin 2021 dhe kanë ngrirë rasetet e lidhura me rrjetin e saj financiar. Një element tjetër shqetësues është ndikimi i PCC në institucionet lokale dhe ekonomi. Hetime të ndryshme sugjerojnë se organizata ka tentuar të ndikojë në kontrata publike, financime dhe madje edhe procese zgjedhore përmes kompanive të lidhura me të. Edhe pse lideri historik i grupit ndodhet në burg prej vitit 90, PCC vazhdon të funksionojë pavarësi nga një udhëheqës i vetëm. Kjo strukturë decentralizuar e bën atë edhe më të vështirë për t'u eliminuar, duke i dhënë karakterin e një sistemi të qëndrueshëm kriminal. Në përfundim, Wall Street Journal e përshkruan PCC si një qeveri të botës ilegale, një organizatë që operon me logjik tregu të lirë, ku çdo antar mund të zhvillojë aktivitet kriminal, për sa kohë respekton rregullat e brendshme. Autoritetet në Brazil nuk flasin më për eliminimin e saj, por për menaxhimin e ndikimit të një rrjeti që ka kaluar kufit kombëtar dhe është kthyer në një fenomen global të krimit të organizuar.